Ka njerëz të mirë kjo botë. Ka njerëz që na flasin përmes dhimbjes së tyre. Dhe zëri i tyre të shëron çdo plagë. Ka njerëz që një fjalë të mirë kurrë se dëgjuan, por që ata vetë flasin me fjalë të ëmbla, mjalt. Ka njerëz që trupin me rroba të vjetra e veshën, dhe te ty më të mirën rrobë dhanë. Ka njerëz që problemi tënd i dhanë zgjidhje, kur vet ata bukë nuk kishin të hanë. Ka njerëz që të dhanë të pije, kur buzët e tyre nga etja ishin qarë. Ka njerëz që fjetën zbuluar kur nga të ftohtit ngrije, që ti gjumin ta bëje me organ. Ka njerëz që shëndetin se kanë. Çfarë fatkeqësie. Dhe ty të urojnë të kesh jetën e gjatë. Në fund të fundit, të vuajturit flasin më së miri për të vërtetën. Ata që gjithë jetën të vërtetës s'ju ndanë. Ata që kur dashuri nuk morën, por dashuri shpirti shpërndan. Ata që diellin nuk e njohën, por që diell me rreze të arta dhan. Ata që kjo botë i dënoi me ligjin, i varfëri, i padituri, i humburi, i pafat. Ishte kjo dashuri shpirti, nga autorja Maria Dervishi.